Mirë, jemi rikthyer në këtë momente në studio, kam kolegun Jul Hoxha. Jul, përshëndes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Bledi, faleminderit. Atë po nisim një herë bisedën Jul, pasi edhe kohën e kemi disi të reduktuar. Ka patur aksione të ndryshme të SPAK-ut javën e fundit për sa i përket edhe pastrimit të parave, gjithashtu edhe parave të cilat janë të jashtëligjshme në ekonominë shqiptare. Janë disa shifra të larta, mund të themi, të cilat janë evidentuar. Çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare, para dhe këto para? A ka të tjera dhe ku janë? Si marrë shkas edhe nga fakti që me investigimet e plugut... 2 muajt e fundit praktikisht ne ndodhemi përballë një situate që të gjitha ato që po ndodhin në Shqipëri tregojnë që e fasada apo ajo kështjella e rërë si ka ngritur qeveria mbi ekonominë shqiptare është duke u rënuar. Që nga pastrimi i parave deri tek mënyra se si funksionon ekonomia në tërësi, tregon që varësia kryesore apo po themi gjaku në venat e ekonomisë shqiptare është pastrimi i parave të krimit dhe të korrupsionit. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë që jo vetëm 2 operacionet e SPAK-ut, por ne e kemi parë dhe e kemi denoncuar, kemi qenë ndoshta nga të parët edhe nga të vetmet media që e kemi denoncuar këtë fenomen dhe këtë problem që po gryen ekonominë shqiptare që në kryet herës. Dhe sot ne po marrim atë që quhet feedback apo po themi po marrim atë rezultat të punës që kemi bërë ne, të denoncimeve të shumë qytetarëve dhe në një farë mënyre të një pasojë të heshtur të vetë shoqërisë shqiptare të shpopullimit masiv, sepse nuk përballon dot më kostot e jetesës për shkak të pastrimit të parave në ekonomi, pra parave të pista që vinë kryesisht nga trafiku i drogës, por edhe nga korrupsioni që bëhet nga qeveria, nga zyrtarët e lartë të qeverisë dhe jo vetëm. Dhe këto para kanë shkuar dhe janë investuar ku? Në kulla, në resorte turistike, në zonat e mbrojtura dhe ne po e shohim që të gjitha këto kanë sjell tashmë atë që mund të themi një lloj plasje apo shfryrje të fluskës së ndërtimit. Sepse unë kam bërë një monitorim gjatë ditëve të fundit dhe po shoh për shembull në shumë agjenci imobiliare reklama që nxjerrin për shitje pronash apartamentesh, ka një rënje drastike të çmimit të shitjes së pronave, pra ka një ulje. Kjo shpjegohet, pra në këndvështrimin tim, kjo shpjegohet pikërisht me aksionet e SPAK-ut, me frikën në rritje që ato spekulime, pra çmimet spekulative që kanë bizotuar deri më sot në treg, do të vijë një moment që mund të kenë edhe një goditje më të madhe, pra mund të ketë një rënje edhe më të madhe, duke bërë që shumë qytetarë që kanë investuar dhe paratë e djersës aty, pra sepse duhet ta ndajmë këtë pjesë ka qytetarë të ndershëm, emigrantë që kanë investuar, kanë blerë prona, qytetarë të cilët kanë mundësi, kanë biznese të vogla dhe ato pa kursime shkojnë dhe investojnë, mund t'i rrezikojnë pikërisht për shkak sepse fluska e ndërtimit, dhe unë e kam vënë re jo vetëm tek ulja e çmimeve të pronave në Tiranë, të apartamenteve, dhe sot Banka e Shqipërisë kishte nxjerrë raportin e përmuajshëm në lidhje me po themi besueshmërinë në ekonomi, ku vetë ndërtuesit tashmë kanë arritur në pikën që të thonë po, ka filluar rënja e sektorit të ndërtimit, ka filluar rënja e kërkesës për blerje apartamente, ka filluar rënja... Këto janë dëshmi dokumentare, pra aksionet e fundit e SPAK, por edhe protesta e qytetarëve, sepse qytetarët kanë dalë në shesh aty për të protestuar për kostot e jetesës. Nuk kanë dalë në shesh vetëm për të mbrojtur natyrën dhe shumë mirë bëjnë edhe për atë, por zërat kryesorë po t'i dëgjoni dhe narrativa kryesore po themi e shumicëve të ditëve të protestës ka qenë pikërisht kostot e larta të jetesës, dhe cilat janë ato lidhen pikërisht me pamundësinë për të paguar çmimet e qirave të apartamenteve apo për të blerë apartamente të reja, dhe sot kemi pikërisht që një lloj reflektimi të këtij lloji presioni, po themu për mirë, që unë uroj që të jetë i tillë edhe në vijimësi, sepse ekonomia shqiptare ka arritur në një pikë sot që ka një varësi të tmerrshme nga paratë e trafikut të drogës apo nga paratë e trafikut të drogës, të cilat edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i cilësuar si një nga aleatët më të mëdhenj të Shqipërisë në botë i ka cilësuar kartelet e drogës si organizata terroriste. Madje ka informacione që pritet të kenë zhvillime edhe mbi këtë çështje për mënyrën për pritet të ketë, nuk është ende asgjë e konfirmuar, por pritet që të ketë edhe zhvillime për sa i përket hetimeve të parave të drogës në ekonominë shqiptare. Por
do të qëndrojmë tek pjesa dhe ndikimi amerikan. Sigurisht edhe drejtuesit e SPAK kanë zhvilluar disa takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pasi u kthyen ndodhen edhe këto aksionet e fuqishme të cilat më citove. Bledi, problemi i parave të pista që vinë nga trafiku apo nga narkotrafiku është një problem që nuk prek vetëm ekonomisë shqiptare. Pra, qytetarët shqiptarë janë sigurisht ata që vuajnë pasojat e deformimit të rrjedhshmërisë normale të ekonomisë. Por problemi i trafikut të drogës prek direkt ekonomitë e të gjithë shteteve të Europës, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po të doni. Dhe pse kjo? Dhe pse në fakt nisma e kongresmenit Joe Wilson është shumë e rëndësishme në këtë moment që vjen për Shqipërinë, pas të gjitha thirrjeve, pas të gjitha, po themi sepse që në momentin që presidenti Trump ka ardhur në shtëpinë e bardhë, ai ka shpallur luftë pa kompromis karteleve të drogës. Kanë qenë deklarata të njëpasnjëshme, kanë qenë aksione të njëpasnjëshme. Kemi kulmin me arrestimin e presidentit Venezuelës Nicolas Maduro. Por tani kjo po shtrihet edhe në shtetet të tjera, sepse mos harrojmë që Shqipëria është vend partner i NATO-s dhe do të thotë që nuk mund ta pranojë Shtetet e Bashkuara Shqipërinë si partner, si aleat, ndërkohë që të gjitha raportet zyrtare që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që nga institucionet tjera ligjzbatuese në Bashkimin Evropian e tregojnë Shqipërinë si një narkoshtet. Jo vetëm kjo, por edhe mediat ndërkombëtare tashmë e kategorizojnë Shqipërinë si një narkoshtet. Kjo do të thotë që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e rëndësishme që të luftoj jo më kartelet në vetë parë, sepse kartelet po i lufton, por të luftoj pikërisht qeverit, ato që i kanë mbështetur, ato që u kanë krijuar mundësinë për të pastruar parat. Dhe kush e ka bërë këtë? E ka bërë qeveria shqiptare. E ka bërë me atë të famshmin libër The Albanian Files, që ne transmetuam pak ditë më parë në emisionin Plug, ku të gjitha projektet ose shumica atyre projekteve ka rezultuar që po investohen dhe janë investuar nga para që vinë pikërisht nga burimet të pista, pra të trafikut të drogës. Kjo do të thotë që sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë piketuar Shqipërinë si një vend me rrezikshmëri të lartë për sa i përket këtij lloji fenomeni. Ndaj dhe nisma që është dorëzuar në Kongres dhe që unë besoj do të kalojë shumë shpejt dhe do të bëhet akt në ditët në vijim, është për të përshëndetur për ne në radhë parë si qytetarë shqiptar, sepse na intereson që ekonomia e vendit tonë të futet në shinat e normalitetit, ku ne mos të shohim dhe mos ta kemi varësinë e të ardhurave në GDP nga betoni, por ta kemi nga prodhimi i brendshëm bruto që vjen nga sektor të prodhimit ku punësojnë qytetarë që mos i ikin të rinj. Nga bujësia jullë se jeti ai që zbuloi edhe fondet i parë. Skandalin që mua vjen keq në një farë mënyrë që Bashkimi Evropian sot vijon të hesht pikërisht për këtë, që janë taksat e qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe që sot kreu i SPAK që po raporton në komisionet parlamentare vijon të mos thot asnjë fjalë për paratë e qytetarëve evropianë që u abuzuan nga qeveria shqiptare. Pra, ekonomia e vendit tonë duhet të futet pikërisht në shinat e normalitetit. Dhe si bëhet kjo? Bëhet duke luftuar pikërisht fenomenet negative që e kanë deformuar tërësisht ekonominë. Prandaj sot ne duhet ta vlerësojmë dhe ta përshëndesim dhe ta mbështesim jo vetëm përpjekjen e Shteteve të Bashkuara, por duhet ta inkurojmë dhe SPAK. Madje duhet ja vëmë në pa edhe pikërisht kritikën, sepse ka momente që prokuroria e posaçme, pavarësisht punës së mirë në aparencë që mund të ketë bërë, dhe unë jam nga ata njerëz që mbetem kritik gjithmonë, përsëri kur vjen puna tek hetimi pasuror i zyrtarëve të lartë ka çeduar. Pra, ka çeduar sepse kemi disa raste së fundi ku SPAK ka çuar dosje për gjykim të ish kryebashkiakëve, siç ishte rasti i kryebashkiakut të Ersekës, kryebashkiakes së Rosovesit, që ne i kemi denoncuar në emision, të cilëve nuk është bërë hetim pasuror, por ne kemi parë nga ana tjetër që ka shumë zyrtarë të tjerë që pasi kanë bërë ato shkeljet e famshme të barazisë në tendera, kanë rezultuar, pra kur ka dashur SPAK kanë rezultuar që kanë përfituar pikërisht nga kjo shkelje e barazisë në tendera. Edhe diçka të fundit vetëm më shkurtimisht lutem, do vi ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në Kongres, në të gjithësin që pati ai tha që unë mbështes SPAK-un për aq kohë sa SPAK-u të jetë i lirë të veprojë dhe të zbatojë ligjin. Me mbërritjen e ambasadorit të ri në Tiranë, a mendon që do ketë intensifikim të luftës ndaj narkotrafikut, por gjithashtu edhe
korrupsionit të lartë qeveritar. Kur them të lartë qeveritar, përmendim incineratorët, përmendim tigrat, 1 dhe 3 të Belindës me ish ambasadorë Njuri Kim, janë këto të nivelit të lartë të qeveritar. Është porti Durrësi që cënohet edhe marrëveshja me NATO shkollim. Nuk është rastësi që Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur për Shqipërinë një ish ushtarak. Pra një përfaqësues të diplomacisë tjetër që vjen nga radhët e ushtrisë, si Erik Wen. Po ta vini re, dhe ka një lidhje shumë interesante. Presidenti Donald Trump, që në momentin që ka hyrë në shtëpinë e bardhë, ka bërë disa akte shumë të rëndësishme duke i dhënë kompetenca fuqi plot ushtrisë. E para, sekretariati i mbrojtjes, pra sekretari i mbrojtjes, ministri i mbrojtjes u bë ministër i luftës. Ka qenë një nga vendimet kryesore. Dhe ministri i luftës sigurisht ka pasur role shumë të rëndësishme në goditjen e narkotrafikut. Pra të gjitha operacionet të ushtrisë amerikane në oqean, pra kanë qenë ato që kanë goditur anijet e drogës që shkonin nga Amerika Latine drejt brigjeve të Shtetit Bashkuar. Mendoj që do ketë ndikim? Dhe për ta mbyllur, pra pikërisht, unë besoj që Erik Wen do të jetë një nga ambasadorët më suksesshëm në Shqipëri pikërisht për këtë fakt, sepse ka ardhur dhe besoj të paktën nga ato që janë folur që ka ardhur me mision të posaçëm për të luftuar pikërisht të problem. Narkotrafikun transnacional që ka dëmtuar jo vetëm Shqipërinë, Europën, por edhe vetë Shtetet e Bashkuara, sepse kemi parë që personazhet kyç të trafikut ndërkombëtar të drogës me Amerikën Latine janë sot në Shtetet e Bashkuara apo në Kanada, një pjesë e tyre janë shpallur edhe të padëshirueshëm në Shtetet e Bashkuara. Ju falenderoj që ishe me mua. Faleminderit ju. Sigurisht Uri Televizion ka mënyra të ndryshme për përcjellje informacionet e saj, i tillë është edhe Instagrami një nga videot që është parë më shumë